Përshëndetje. Shëndetje. Unë jam Zilvia. Unë jam Irfetja. Tu jemi sot me orën e fundit. I përfundojmë orët dhe këtu e nisim orën në poligon. Ti rifreskojmë ushtrimet dhe më pas të kyçemi pak në qytet, në vendbanim, që edhe atje pak ta bëjmë më të qartë qytetin. Mirë po tash për momentin do kyçemi pak në ushtrime në poligon. Atëherë vazhdojmë Irfeta. Kyçemi direkt te ushtrimi I parë. Do të thënë ushtrimi I parë është forma S apo S, le të themi. Unë sot nuk dal prej veture, nga se koha është e keqe me shi, edhe për këtë arsye nuk dal nga vetura, se për ndryshe duheshte të dal prej veturës dhe ta testoj kandidate se si do e bëje ushtrimin ditën e fundit. Drejtohet drejt. Edhe këtu ndalemi. Në moment që nuk e shohim stopin, ndalemi. Ta shkojmë rikfert. E shohim pasqyrën. Te pasqyra ne bazohemi fiks ta mbajmë vijën e plot ashtu si duhet. Vija e plot çka është muri apo. Tash fillojmë nga dalë gjatës. Nga dalë, nuk shpejtojmë, jo ma shumë timoni. Apo? Nga dalë, tash fillojmë të drejtojmë timonin drejt, vetëm drejt. Vetëm drejt. Edhe tash nga dalë fillojmë majtas, apo? E drejtojmë drejt timonin, apo? Që mos e shkelim vijën e plot edhe tash deri ku shkojmë, deri te shkronja S, apo? Edhe këtu mjafton, apo? Tash e nxjerrim të parën, edhe përsëri e mbajmë ne kursin ton. Do thonë nuk duhet përsëri t'i shkelim vijat e plota, as anën e majt, as anën e djathtë, apo? Mere kthesën. Majtas. I mbajmë mesin e kursisë. Edhe tash vazhdojmë të ushtrimi I dytë. Ushtrimin e dytë e kemi gjysëm rrethin, apo? I mbajmë shigjetat mesin e veturës, apo? Nuk guxojmë ta shkelim anën e djathtë. E shohim gjysëm rreth duhet bëjmë. Deri ku shkojmë, në moment që nuk I shohim këto vjetë ndërprera, ndalemi. Okej, edhe tash e marrëm full timonin majtas. Hape dritare. Pozicionin e durve. Kokën jashtë. Tek e koshtricën, apo frenin punues. Edhe ne duhet 3 kocka I lëm bosh, apo? Edhe pak duhet, edhe pak. Stop. Hajde, tash full timonin nga ana e kundërt, anën e djathtë. Edhe, çka harrove? Rikthert, apo? Nuk e harrojmë frenin motorik, apo? Okej, shtype kom plugin deri në fund. Okej, tiro kom plugin nga dalë. Edhe tash ku shkojmë, nuk duhet ta shkelim vijën e plot mbas, domethënë me gomën e parë deri te vijat e ndërprera në mes, apo? Stop. Hajde merre full timonin nga ana tjetër. Edhe nxjerrim të parën, apo? Edhe vazhdojmë para. Heke kushtricën. Sa më nga dalë me komplugin, e kapim mesin e kursisë, drejtoha veturën, dhe më thënë mesin e kursisë e mbajmë. Nuk shkojmë as majtas, as djatës, shigjetat në vinë mes veturës, apo?
drejt, moment që nuk i shofish vjetë ndërprera, ndalesh, shkojmë rikëfert. Edhe tash çka duhet shofim, ama nuk e ke nxjerrë mirë si poshtë, majtas lart. Tash, më thënë e shofim shkopin nga ana e djathtë ose qoshin e veturës, apo? Hajde. Vazhdo nga dalë. Stop, apo? E shofim. Edhe tash, cilën kraj ke parkingun? Anë krahun e djathtë, apo? Nga cili kraj kemi parkingun, andi e marrëm timonin full, apo? Ta shofim pasqyr, ke kushnica, 2 shkopit mbas, kurse në qytet i kemi 2 dritat e veturës mbas. Parën e shofim, vazhdojmë e kërkojmë të dytën, stop. Tash 2 timonin majtas, 1, 2, i bëjmë rotat drejta, apo? Ta shkojmë një 50 cm para parkingut. Edhe pak. Stop. Edhe tash ka duhet full timoni majtas. Hajde, majtas. Hajde tash e shohim gomën e parë, vetëm t'jem parking edhe u kry, apo? Stop. Nxjerrim të para. Edhe tash nuk duhet ta prekim shkopin para dhe me qoshin e veturës para. Hajde. Edhe nuk duhet ta prekim vijën e plot nga ana e majt. Neve kresën, komplugin e mbajmë kontrol, apo? Për arsye që mos e prekim vijën e plot. Apo i rfeta? Okej. Edhe tash ne do shkojmë te 4. Dhe me thonë, ku krejt kandidatët e kemi traumë ushtrimin e 4, mirë po ushtrimi i 4 është ushtrimi më i lehtë. Mbyllë drejtare. Mbyllë. Edhe tash deri ku shkojmë? Deri të Vjeba. Moment që nuk e shohim vazhdojmë me gaz. Moment që nuk e shohim vijën e bardhë, ndalemi. Okej, edhe ne ndalemi në vend të pjerët. Ai ngre frenin e dorës, bën e gati. Tash kom mbaje. Tash kom plugin. Në moment që do dridhe, aty do mbajmë. As nalt, as poshtë. Do me thonë kama dhe shtyjmë gips. Hajde. Edhe pak. Mbaje. Vazhdo gazin me kamën tjetër. Gaz. Ç'kjo edhe pak. Super, heke gazin edhe ç'to ndalemi. Edhe këtu komisioni ta merr listën edhe të urime. Lishojmë nga dalë, lirojmë plugin nga dalë. Të me thonë, kur e kemi rrugën poshtë, ne nuk guxojmë të mbajmë komplug shtypët. Apo? Ne i rifreskum vetëm një herë, të me thonë, ushtrimet poligon, ndalemi tash nga dalë. Edhe tash do përgatitemi të dalim jashtë poligonit në direkt. Okej, dhe tash dalim prej poligonit, çdo herë ku kemi stop, ne para stopit ndalemi, kom plugin deri poshtë. Edhe tash ne do shkojmë majtas. Hajde, vazhdojmë nga dalë. Mire ke majtas. Hajde. Heke kushnica nga dalë. Edhe përsëri me kujdes, shohim edhe anën e majta kemi vetur, edhe anën e djathtë, apo? Nuk kemi vetur. E drejtojmë nga dalë timonin. Nga dalë, ku e kemi rrugën e prishët, ne shkojmë maksimum sa ma nga dalë, apo? Hajde, nxjerrim të dytën, apo? Një mesazh si kemi qenë në fillim, kur I kemi nisë orët. Hajde, ndale komplugin, verën para. Si kemi qenë në fillim, kur I kemi nisë orët, edhe si ndjehemi sot. Fillim katastrofë sot, super. Okej. Dhe me thonë, ditët e para kandidatja ka qenë traumë. Këtë ka cek edhe videon e kalume.
Me thënë se është ndjejt shumë keq, djathtas shkoj. Mirë po tash, ne edhe folim edhe qeshim edhe vozisëm. Nuk themi se jemi profesioniste, profesionale, vazhdo me gas. Mirë po, themi se jemi shofere, shofere fillestare, hajnë nxirem drejtë. Me thonë tash jemi në rregull. Apo, me gjithë se kemi nevojë të trajnohemi ende, mirë po ato traumat, ato fobi që I kishim fillim, se ne nuk do mësohemi, ato do me thonë I kemi larguar. S'jon mo. S'jon mo. Okej, le ta ndjekim atër orën, procesin në vazhdim. Për ndryshe kandidate ne kemi shumë llafazane, po sikur kur inqizojmë, sikur shtanktohet pak. Si çdo kandidate edhe Irfete ne kemi të tillë, se për ndryshe llafazane të mëdhaja I ka. Nëse nuk vazhdoni të flisni gjatë procesit të inqizimeve, të videove, atëherë do I nxjerrim të zezat në pa. Apo Se foli shumë. derisa jemi llafazane kur vozisëm nuk inqizohemi, atëherë ne duhet edhe një proces, një periudhë të shkurt që instruktorja duhet të mbajmë orën ashtu fiks, sikur e mbajmë orën pa inqizim edhe me inqizim njëjtë, për arsye se ju japim këshilla edhe kandidateve të tjera të cilat janë në prag të patentës së shoferit, të cilat duan të regjistrohen ose të cilat kanë dëshirë të madhe për patent shoferi, mirë po frikohen aq shumë sa që s'kan guxim të regjistrohen. Andaj ju ftoj të shihni fillestaret e mia dhe ta merrni guximin dhe të nisni edhe ju bashkë me si moshatarët e tjera. Jemi në vendbanim në një dariol mahall pak sa të themi të vështirë, për arsye se rrugën kryesore të cilën shkojmë deri në poligon e kemi full me ujë, edhe kështu që mundohemi të shkojmë rreth e qark poligoni dhe të dalim në qytet, në vendbanim. Mirë po kemi nevojë për vozitje dhe kështu dariole të ngushta, se nuk do I kemi krejt rrugët ashtu si duhet, kështu që është mirë të I ndjekim të I vozisëm edhe dariolet e ngushta. Apo? I ke gazi, pak frenojmë, komplut, nxjerrim të parën edhe shkojmë djathtas. Ajde nga dalë, vazhdo nga dalë. Pse shkojmë nga dalë? Se është dariolli shumë I ngushtë, apo? Me thonë, ta marrim kthesën ashtu si duhet, edhe majtas kemi një kanal, për atë arsye edhe duhet sa nga dalë. Pak më ndëj. Shofim dhe me thonë, është rrugë e kufizuar, sinjalizojnë majtas, poshtë, edhe derisa nuk ka ardhur ajo vetura përballë, ne e marrim kthesën. Po ta kishim më afër atë veturën përballë, ne do kishim prit. Edhe menjëherë kyçemi te ana e djathtë, apo. Hajde gaz pak edhe nxjerrim drejtën. Ani, ku nga tjetër është e keqe. Hajde. Nxjerrim të parën. Kjo është e keqe. Sa më nga dalë. Te udhkryqi vazhdojmë majtas. Sinjalizo majtas, poshtë. Ule komplut. Shofim me dhanën e djathta kemi vetur. Kyçemi. Duke mbajt anën e djathtë. Ajde dhe parkas. Nxjerrim drejtën, apo?
Sinjalizojmë majtas. Shohim pasqyra, kemi vetur. Okej. Derisa s'kishim vetur përballë, ne mundshim të bëjmë anë shkalim. Po qofse këtë veturën që kemi tash përballë, do e kishim më afër, ne do kishim prit përsëri sinjal majtas. Shohim a ka vetur, s'ka. Ndale sinjalin. Edhe vazhdojmë drejt. Sa dallim ka dita, orët e ditës me natës. E bëjmë me të parën. Sinjalizo majtas, të poshtë, lutem. Hajde që të Edhe vazhdo me gaz pak, me gaz. Edhe para kemi semafor, ndale sinjali. Do shkojmë përsëri drejt. Ndalemi. Edhe kemi semaforin me sekonda. Me thonë edhe 8 sekonda, 7, bën e kam gati. Me thonë kur vinë sekondat e fundit, liro edhe pak, gati, gas. Me thonë është shumë super me sekonda, se ti sekondat e fundit bëhesh gati, drejt, gas. Me thonë bëhesh gati edhe direkt fillon. Edhe tash te spitali, ne kemi kthes gjatas edhe majtas. Do me thonë drejt nuk guxojmë të shkojmë, apo? Se ke. E shofa shenjën para. Sinjalizo gjatas, se për ndryshe në spital s'kemi punë. Kompluk. Sa ma nga dalë kyqemi në kthes për herë. Apo? Te drejtu timonin, te drejtu. Edhe vazhdojmë me gaz. Si ndjehemi, vajzo? Shumë mirë. Nuk knaqë. Okej. Edhe të kthesa do shkojnë në majtas. Sinjalizo majtas poshtë. Edhe kur shkojmë në majtas duhet t'i shohim të di anët sa kemi vetur ajo. Kështu. Nxirren parën. Shohim anën e majt edhe anën e gjatë. Vazhdo me gaz. Me gaz. Okej, edhe fillojmë ta drejtojmë, ta mbajmë anën e djathtë, apo? Gaz edhe pak. Nxirren dytën. Hajde, kompluk dytën. Nuk japëm shumë gaz, çdo herë në vend banim, vozisëm sa më ngadalë. Apo? Vazhdojmë drejt. Në udhkryq ne kemi përparësi, vazhdojmë drejt. Ditën e fundit do me thonë orën e kemi nisë edhe pak vonë, gati është të na ka persira. E ke gazi. Kemi penges, Okej. Vazhdo me gaz. Edhe të semafori do shkojmë majtas. Majtas, poshtë. Hajde, u hap. Nga dal. Edhe tash kur shkojmë në majtas, ne komunikojmë me veturën përballë që e kemi. Vazhdo me gaz përballë nuk kemi veturë, kështu që direkt kyçemi në udhkryq. Hajde. Drejto, drejt. Nxirren dytën. Vazhdo.
e fundit ne e bëjmë mix. Pak në vendbanim, pak në poligon, me thonë ku kemi nevoj të aftësojmë kandidatin edhe andej ne kyçemi. Apo i rfete? Pak ma herët kandidat jam tha një rrugë nalt kam nevoj të shkoj. Kështu që tash ndal nga dal, do e dërgojmë edhe një rrugë ku është pak vendi përpjetës. Dëshira dhe vullneti i kandidatës është të shkojmë një rrugë shkurt, disa minutë, vend përpjetës. Apo? Do hekim edhe atë me rak. Ta bojmë me naçën. Vazhdo me gaz. Dëshirat pranohen. Nuk themi jo. Ke thonë jo. Me thonë aty ku ka nevoj kandidati të aftësohet, ne aty shkojmë. Shkojmë nga dal. Nga se kursien e djatë të kemi të zanë edhe ne e mbajmë kursien nga ana e majtë. Me gaz, vazhdo. Shkojmë djatas, sinjalizo djatas. Hajde. Vazhdo. Anën e majtë nuk kemi vetur, kështu që vazhdojmë. Vazhdojmë drejt, ule komplukin. Ndale sinjali, apo? Presim derisa ka vetura trafik. Kemi penges para, sinjalizojmë majtës, poshtë. Presim pa. Komplugun ndaj gati, nalt, apo gati për nisje. Kjo vetura shike do vije rikëvert. Edhe kjo na liron tash hapësirën, heke tash kushnicën, frenin punues edhe vazhdojmë me gaz. Deri tash e kishim këtë veturën para penges, përballë neve kishim veturë edhe për këtë arsye ne nuk mundshim të kyçemi në kursin e duhur. Hajde gaz edhe pak, nxirrën dytën. Vazhdo me gaz. Me kujdes maksimal. Vazhdojmë nga dal. Drejt. Vazhdo drejt. Vazhdo drejt. Vazhdo me gaz. Edhe ne kur kemi vendin për lart, vazhdo me gaz. Neve duhet pak ma shumë gaz t'i japim. Edhe tash na fillon vendi për pjetës, apo? Shkon gradualisht për nalt, apo? Hajde, vazhdo nga dal me gaz, nga dal. Edhe marim kthesën ashtu si na çon rruga, gaz të kërkon edhe pak, e vërejsh, zhurma, apo? E marim kthesën nga dal, gaz. Shofish edhe kthesën e marëm, edhe gaz duhet vazhdojmë për arsye se është vendi i bjerrat, apo? Hajde, vazhdojmë me gaz edhe pak, dorën të freni motorik, drejt nalt. Vazhdo, super ishe. Vazhdo me gaz. Hajde, dorën të freni motorik, kompluk, heke gazin, edhe vazhdo me gaz. Me thonë vetëm se duhet dorën para ta sillim të freni motorik, edhe me njëherë të veprojmë, ju ta shtypim komplukin pastaj. Vazhdo me gaz. Vazhdo. Vozitja është e njëjtë.
Tash ku e kemi shenjën 30, ne duhet ta ulim pak shpejtësinë, si e ulim, veç e kam gazin edhe kompluk majtas poshtë, vazhdo me gaz. Do me thonë, në moment që ne hekim kombën prej gazit, automatikisht vet ulet shpejtësia, apo s'ka nevojë në këtë rast ne të frenojmë. Me gaz, të kërkon ende gaz, ende. Edhe kjo rrugë nuk don panik, don qetësi absolute se timoni don butë. Vazhdojmë me gaz, rritim shpejtësinë, gaz, dorën të freni motorik, komplut, drejt nalt edhe vazhdojmë me gaz. Me thonë, teli shu komplukin, me njerë të kërkon gazit vete. Nëse ne nuk e shtypim automatikisht gazin, nuk e kapën do me thonë gazin vetura dhe duhet ta kthesh prap te e njëjta. Vazhdojmë me gaz. Ani se ka kthes. Se vendin e kemi përpjet për nalt. Jo shumë timoni. Vazhdojmë me gaz tash. Dhe marrë kthesën, apo? Me gaz edhe pak. Me thonë, e kontrollojmë edhe gazin, edhe timonin, apo? Dhe këtu miq jemi në përfundim të orës. Dhe me thonë, ne incizon vetëm disa pjesë të orës që ta kenë më qartë fillestarët se si realizohet një orë me një kandidat fillestar. Atëherë deri në takimin e radhës, miru ta kofshim.